prej jashtë, nuk menu që është klub shumë ebden serios dhe sen. Kër e mhi mrena, po që ka njerës sinqert në klub. Duke fillu prej presidentit, prej drejtorave, prej kushteve me këto që janë në futbollin e Kosovës janë relativisht kushte të mira. Edhe mendoj që Malisheva meriton me rritë si klub, se janë kështu me thonë korrekt. Po çka ka posë raste, është edhe sa do një mbefasu, kur mu ma ka hu bukën e gojës, këtë rast ka largu prej punës rasti i këti referit lirimit, në ndeshjen e parë, kur godet lejtari Hyseni me shkelëm, ja shkyn kryt dreni kryezijut këto, shkën në varë nuk e jep karton të kuq. Jem befasu me rastin Gjilani po pikrisht lirimi, Gjilani Malisheva, kur shkën e shkel me këpuc në kom lejtarin tonë, në atë rast shkën bëhet penalti anena. Jem befasu minutën e 92 kur bëhet diskutabile për penalti nuk e bën. Një revert 3 herë, 4 herë ka Befasuna edhe sot Befasuna çfarë penalti e bën. Domethënë 3 herë befasu. Unë e kum hu punën. Tash, a kupton, unë e kum hu punën që ato që e kum posë nuk kum morë nëse kish morë në ashta Hasan ai Hysenit kuq, kishëm posë ma letë në ashta me fitu, nuk kishëm me të borat. Nëse e kish anullu golën për 2-1 atje Gjiloni, nuk ja kish bo penali shku luja 1-1, në ashta kisha fitu. Edhe 3 pikë të, 3 pikë atje bojnë 6 pikë. Unë me që ato 6 pikë, nuk kish orë rani ty me orda të trener, po isha konë në halo. A kupton? Qëshmes me fol, Kastel? Qëshmes me fol? Unë e përshfrydzoj rasi me fol. Unë e mendoj që këtë lirimi është djali mirë, zakonisht jashtë fushë, po mendoj seriozisht do të më shqyrë. A e bën me qëllim që pik kontakti, lidhës s'ko me këta. A e bën me qëllim, a pa deturi. Po pikërisht, ajo, qëto është pikpyetja? A e të bo pa dija, a e të bo me qëllim? Unë kam lef edhe për e herave të kalume, a kupton? Edhe kur e kom pa rastin sot, e kom shfrytzuar gjendjen ta me fol. Ky rast lidhës s'ko me penalti. Kjo bile lejtari ope, këtë rast largohet se e din që o rrezik për penalti që ja bën penalti. Edhe shihet fjort bytyqi që veç gjuhë që. Unë tash qa me folën për këtë rast, se mu ma ka hu bukën, kjo lirimi ma ka hu për shembull, më kalon pa punë, pa rrugë. Po, ama Kastrat veç diçka, nuk është edhe kjo mënyrë e mirë, për shembull, nëse veç ti dëmtohesh personalisht, individualisht, me komentu një rast. Mu për shembull që minë në gjep kur gjan, po pe komentaj. E kum komentu edhe kur u kanë të mirë lapit, pe komentaj edhe tash